përpëgjuan këta tjerë. E çka nëse ata kanë faj? Çka nëse ata janë përfshim? Pra, ti e demonizon, po kënej e krijon klimën që dikush për me vjedh, me u përfshin korrupsion, edhe kur të del afera, me thonë jo, këta po ma qise. Ama po duket që qeveria, baton, nuk e ka hallin të e vërteta, sa ka hallin të a ka gjetë arsyen, a ka gjetë forën e mirë për me arsyetu diçka. Edhe duket që e kanë gjetë, për shkak nëse sheh postimin e fundit të Faton Pecit, që ka pas pra sot, i cili përfundon kështu. Pra, Kosova, si vend i bekuar, ka një popull të mrekullueshëm, e mbi qiellin e kësaj toke e këtij populli ka Zot. Që është mënyra më e mirë me mbulu horllë që është mos i në gjuhë religjioze këto, më shef mas Zotit. Mënyra më perfekte në 4000 vitet e fundit. Drejtësinë hyjnore. Mënyra më e mirë është kjo. Domethënë, jo, se ky flet se më kanë rënë qaf. Mos harroni se ka një Zot. Domethënë mbi qiellin e Kosovës. E qysh pe din që Zoti është me ty në këtë rast. Qysh pe din ai. Janë dy mënyra. Jo, të cili se janë plot. Cili po se ka shumë. Janë dy mënyra qysh mbrohet fajësia ose spaguni kanë vrejtë, ka plot, po dy mënyra kësi brutale qysh mbrohet fajësia. Njëra prej tyre o kjo, kur gjua religjioze realisht mundohet ta amnistoj dikë për veprimet kriminale ose veprimet abuzive. Dhe tjetra është, kur ndërton fjalor, për shembull maskara, kriminal, matrapaz e tjera, të cilat është edhe një formë e sulmit për ta mbrojtur pafuqinë ose po themi dështimin. Vendosja ka ardhur në këtë pikë. Domethënë, në njërin anë përdor fjalor brutal të sulmit kundër tjerëve, dhe gjithashtu kur mbrohen e krijojnë Zotin sikur para 10.000 vjetë, Zotin e tyre, i cili është dikun që ata do t'i mbrojnë nga të pafet, ose nga këta të cilët i sulmojnë, këta të poshtrit. Tash, aje që mu më shqetëson të vetëvendosja, është produkti. Pra sy se, këta kur e ka nis një betej, e ka nis nga zeroja, dhe nga pafajësia, edhe pa mëkati, dhe më thënë s'kam pas mëkati. Ose se paku, të gjitha ta ka pas, e kanë kriju një përsi morale, kohë është që pastaj e kanë ndërtu diskursin publik, e kanë ndërtu besimin, edhe e ka bo një 50% lojal ndaj atij besimin, 50% popullsisë, që realisht kanë pas sukses në atë fjallorin që ka ndërtu. Por, aje që është shqetësuese tash, me që se një ardhur në këtë pikë, edhe kanë marrë pushtetin, një gjenerat e re nuk ka arritur, ose vetëvendosja, e ka humbë shpresën e njerëzve të Kosovës, se një gjenerat e re, që konsideruat e shkolluar, po pa përvoj, nuk e ka kry misionin e vetë, dhe është gjenerata me dështuar e pas luftës. Bile, ma ketë se ata të cilët e kanë pas një gjys shkollimi në jetën e vetë. Ekzemplarin e ki Prishtinën, shpendameti, produktin e dështimit. Mos flas edhe produkte tjera të vetë vendosis, ndash menaxhim, ndash në gjithë shka tjetër, që ka ndërtu ai në 8 vitet mandatit. E dyta është gjenerata e re që është e korruptuar. Këtë ka shpresuar që një gjenerata e cila ka qenë formësuar prej 2 boshteve politike LDK-PDK, që vetëvendosja arriti t'i deshifroj me gjuhën e tyre si njerëz korruptuar, njerëz të cilët e kanë marrë pushtetin me edhe mbajnë dhonë shumë, e tjera mos t'i përmenim, filloj dhe e dekodoj, po themi në një farë mënyre, dëshiren e popullës e çfarë mendon për ta. Por çka ndodhi me ta? Si është e mundur që në mandatin e tyre e kanë 10 fishu korrupsionin. Dhe a di përmes kujt, por e kanë një farë, për ata që e njohin mekanizmin e pushtetit, shikoje se si i flijojnë njerëzit. Vendimet e tilla, se 2 vendime janë brenda institucioneve.
Një është kolegjal, që nuk të prek ligji, dhe as gjyqi, përveç ndonjë akt tradhtie, dhe të tjerat janë menaxhim, ministrat, kryetarët e komunave, shkojnë në burg sikur çdo qytetar tjetër. Tjerë, sikur me qenë shefi firmës. Dhe shikojni se si kryetari i vetëvendosjes nuk bjen vendime kolegjale, po i flijon varësit e tij pamëshirshëm. A mund këtë vendimin të Peci ka diçka? Se ju thatë për bisnik. Shikojni çka është finesa shumë e poshtër. E lën komunikimin përmes emailave që nuk është pjesë e gjyqit dhe e vendosin dikush që është ministër ose drejtor që të kryjë krimin. Po s'ka ma poshtërsi se kjo. Dhe të fundit, për ata që din një gjë kaq e rëndësishme sa është kjo fabrika, ishtë dash më marrë një vendim kolegjal në qeveri. Po atëherë kur merr vendim kolegjal, edhe nuk mund vjedh lehtë, pra sy se bëhen shënime të gjitha. Nuk shikohen procedura. Këtu ka procedurë, edhe hise. Pra ndaj janë këtu, për ata që njohin mekanizmit e pushtetit, kjo është arsyeja se aq shumë ka zhgënjim në këtë mënyrë të qeverisës. Edhe, po themi kështu, poshtërsisht tradhtim brenda pa fund. Po flas për tradhtim korruptive, ose korrupsionin si tradhti, që është doni merreni. Dhe unë po them, nuk ka pas pushtet të tillë që ka bë veprime të tilla në pas luftë, ndoshta edhe në regjon s'ka kështu, sikur se modeli i qeverisës vend. Mund të jetë për shkak të padijes, mund të jetë për shkak të njerëzit që janë gati të flejohen për Albin Kurtin. Ka plot mënyra, por kështu me kaq padije me vepru, unë nuk njoh. E unë besoj që nëse kur gjë tjetër në regjon, bukur shumë e njoh mekanizmin e veprimeve politike edhe e qeverisë. Okej. Duk, pra, po folim për Pecin, pavarësisht që pra arsyeja është rast ndoshta më i rëndë, për shkak se ka plot ministra të tjerë që ka ministra që janë të akuzuar, pra janë ose disa janë të hetuar e tjerë ministra, zëvendës ministra e tjerë, po ky është më spektakolar, pra, edhe për shkak të betejave të zotit Peci që i ka bë me gazetare, me kundërshtar politik këtyre ditëve. Po ka një përpjekje pushtet mos më dorëzu, pra s'ka lidhje pse vjen një prokuror, t'ja pet mundesh me thonë që ai mundet para 15 vjetëve u kon PDK rrjedhimisht, ai po bën si më thonë një përndjekje politike ndaj teje, madje thotë edhe ministri i drejtësisë, pra. Hajde ka tjerë, domethënë ministri i drejtësisë, po më duket vetëm ky Sallahu nuk është deklaruar, tjerë të ketë janë deklaruar që kanë thonë që çka ka ndodhur dje me Pecin është katastrofë. Qyre, na tashmë s'po mundem pa u përsërit, po që një kohë gjatë na jetojmë brenda një absurdi kështu diskursiv, pra që sa vite na jetojmë brenda një forme të argumentimit, e që ajo shpeshherë vjen nga ana e pushtetit edhe qeverisë, i cili si përpjekje komunikimit publik, që ajo forme argumentimit shumë shpesh është absurde. Për shembull, derisa e ndigjesha Batonin ty fol, u kujtosha për një dilemë shumë, qysh më thonë, kështu bazike. Nëse e ki qëllimin e mirë, edhe e shkel ligjin, a konsiderohet ajo krim? Po. Pra Leonardi po thot po. Edhe në vende besoj unë edhe të bashkohore, të avancume me sisteme funksionale të drejtësisë, qëllimi mirë nuk e arsyeton shkeljen e ligjit. Mirë po, që kjo logjik, që unë kështu privatisht mendoj që është logjik analfabete, e që ka ardhur në pushtet çdo vitet e fundit, funksionon mbi qëtë sistem të menduarit. E ajo është mendja e shëndosh, ose common sensi, karshi procedurave shtetnore. Edhe nëse i këshyr skandalet e gjatë qëtyne viteve, pjesa me e madhe e tyne,